Përshëndetje shikues të nderuar. Dronë serb po dyshohet se kanë shkelur hapësirën ajrore të Kosovës, pra në veri të vendit, pasi kanë fluturuar mbi atë pjesë. Nuk ka të konfirmuar ende asgjë, por zyrtarët qeveritar dhe të policisë e Kosovës kanë thënë se dyshohet se në atë pjesë kanë fluturuar dronë ilegal nga Serbia. Për këtë temë do të flasim në një lidhje direkte me ish-nën kolonelin e policisë Kosovës Refke Morina, si dhe në pjesën e dytë do të flasim, do të kemi në studio kandidatën për Asamblenë Komunale të Prishtinës nga LDK-ja Fiknete Bejta, por si zakonisht se pari do të njoftojmë me lajmet e ditës. Tha se po dyshohet që ditëve të fundit ka pasur fluturime të dronëve që vinë nga Serbia në pjesën veriore të Kosovës. Ai tha se policia e Kosovës është në komunikim të vazhdueshëm me KFOR-in dhe se po bëjnë monitorimin e situatës. Hoxha tha se këto lëvizje mund të jenë të rrezikshme për pjesën e kufirit, por jo për qytetarët e Kosovës, sepse policia i mbron ata. Ai theksoi se për këtë çështje, përveç KFOR-it janë njoftuar edhe partnerët e tjerë ndërkombëtar. Gjatë ditëve të fundit kemi pasur fluturime dronëve që ne po dyshojmë që vinë prej territorit të Serbisë në pjesën veriore të Kosovës. Policia është në kontakt me KFOR-in, jemi duke monitorimin dhe me pas se çfarë mund të bëhet. Është e rrezikshme pjesën e kufirit, po për qytetarët tonë jog ne jemi duke i mbrojtur po ashtu, ndërsa hapësira ajrore është përgjegjësia e KFOR-it. Ne kemi njoftuar KFOR-in dhe partnerët tonë, KFOR-i është tash përgjegjësia e tyre janë duke punuar për këtë drejtim. Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka marrë pjesë në panelin Sistemi Global i Refugjatëve dhe Azilit, çfarë shkoi keq dhe si të rregullohet, të organizuar nga qeveria amerikane në kuadër të javës së nivelit të lartë të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Osmani derisa ka theksuar se ka qenë e pranishme si e ftuar nga zëvendës sekretari i shtetit Christopher Landau, ka ndarë disa fotografi në Facebook. Osmani ka udhëtuar në New York për të marrë pjesë në fillimet e punimeve të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Veterani i ushtrisë çlirimtare të Kosovës, Agim Pllashniku dhe avukati i tij Genxhini kanë dorëzuar kallëzim penal kundër kryetarit të Kuvendit të Kosovës, Dimal Basha, për shkak të shkrimit të tij të publikuar në vitin 2012 me bashkëautoren Jana Arsovskën, duke nxitur kështu urrëtitje në nënçmimin dhe përçarjen ndaj popullit shqiptar. Kallëzimi penal ata e dorëzuan në prokurorinë speciale, duke thënë se Basha duhet të përgjigjet për veprën penale që e ka bërë. Policia e Kosovës ka organizuar sot ceremoninë e shkatërimit të armëve të vogla dhe të lehta ilegale mbi 760 sosh në fshatin Preles të Ferizajt. Pas shkatërimit nga materiali i armëve që shkrihen, do të krijohen kapak të pusetave. Drejtori i përgjithshëm i Policisë së Kosovës, Gazmend Hoxha, tha se procesi i shkatërimit të armëve bëhet me qëllim për të ofruar sa më shumë siguri për qytetarët. Hoxha potencoi se nuk janë të rralla rastet ku armët ilegale janë përdorur gjatë rasteve kriminale. Është një proces i vazhdueshëm që Policia e Kosovës, Ministria e Punëve të Brendshme, në mbështetje të vazhdueshme të UNDP-s, po dhe vendeve partnere mike të Kosovës, po vazhdon me shkatërimin e armëve të vogla dhe të mesme, me qëllim që të krijohet sa më shumë siguri për qytetarët tonë dhe për vendin tonë. Gjatë gjithë këtyre viteve kemi pas jo pak raste ku armët ilegale janë përdorur gjatë rasteve kriminale dhe vepra ndryshme kriminale, edhe shumë jetë janë humbur për shkak të përdorimit të armëve ilegale, po ashtu edhe incidente të tjera që ndërlidhen me armë. Andaj ju bëjmë thirrje gjithë qytetarëve tonë që të qëndrojnë larg armëve ilegale. Policia e Kosovës që nga viti 99 deri më sot ka konfiskuar rreth 36.036 armë. Gjithsej, paraversisht i bie diku rreth 1.100 armë që janë konfiskuar çdo vit, edhe po ashtu numër të madh të municioneve. Deri më tash Policia e Kosovës në mbështetje të partnerëve, sidomos të UNDP-s, që nga viti 2005 e deri më sot ka shkatërruar 15.904 armë shkurta dhe të gjata.
Ambasadori Gjerman Jörn Rohde, i cili ka përfunduar misionin e tij në Kosovë, ka ndarë një video lamtumirës në të cilin ka folur për përvojën e tij gjatë qëndrimit 5 vjeçar. Këtu ai ka theksuar se Gjermania do të mbetet partner i madh i Kosovës. Koha ime në Kosovë së shpejti do të përfundoj. Pas 5 vitesh këtu, do të them lamtumir dhe do të më mungoj Kosova, jo vetëm moti, por edhe mirësjellja e njerëzve, shëtitjet, kur shikoj majtas drejt parkut e Gërmis, ku shpesh përdor biçikletën malore. Këto gjëra do të më mungojnë para se të kthehem në Berlin. Ka qenë një kohë e mrekullueshme këtu, ka thënë Rohde. Prokuroria Speciale e Kosovës ka ngritur akt akuz kundër DB dhe EB për veprën penale nxitja e përçarjes dhe mosdurimit. Në njoftimin e prokurorisë thuhet se të apandejurit akuzohen se kanë nxitur dhe përhapur publikisht urrëtie dhe mosdurim ndërmjet grupeve fetare, duke përgatitur ideologji ekstreme fetare dhe duke përkrahur publikisht veprimet e organizatës terroriste ISIS. Sipas akt akuzës, DB dhe EB përmes rrjetit social Facebook dhe TikTok kanë shpërndar postime me përmbajtje nxitëse me thirrje për t'u bashkuar luftërave të armatosura dhe luftës për xhihad, thuhet në njoftimin e prokurorisë. Organizata për rritjen e cilësisë në arsim Orka ka publikuar të premten platformën kombëtare të rangimit, ku është prezantuar rangimi i universiteteve publike për integritetin akademik. Në bazë të raportit, Universiteti i Prishtinës është vlerësuar i pari me 82.5% për integritet akademik, pasuar nga Universiteti i Pejës me 54.9%, Universiteti i Mitrovicës 47%, Universiteti i Gjakovës me 46.5%, Universiteti i Ferizajt me 45.1%, Universiteti i Prizrenit me 24.2%, si dhe Universiteti i Gjilanit me 24.1%. Që Orka nuk e nxit një lloj konkurrence në kuptimin negativ, që i shtyn universitetet në një konkurrencë jo të shëndetshme, pra të arsye na platformën e kemi cilësu si një mjet që e rrit konkurrencën e shëndetshme në arsimin e lartë në Kosovë, kryesisht tek universitetet publike, me që këto janë në interesin tonë dhe interesin e shoqënisë. Ndërruar shikues, pas këtij bloku të lajmeve do ta realizojmë një lidhje direkte me ish-nën kolonelin e policisë Kosovës, zotin Refki Morina, për të folur dhe rreth dyshimeve pra të dronëve serb që kanë fluturuar mbi veriun e Kosovës. Zoti Morina, përshëndetje. Përshëndetje edhe nga unë. Zoti Morina, si keni parë këto shqetësimet që janë theksuar, themi, ditëve të fundit edhe nga ministri i punëve të brendshme Xhelal Sfejsla, por edhe sot nga drejtori i policisë Gazmend Hoxha, se dyshohet që dronë serb kanë operuar ose kanë shkelur hapësirën ajrore të Kosovës, pikërisht mbi veriun e Kosovës? Po hyrja dronëve serb në Kosovë nuk është veç provokim, por kërcënim i drejt për sigurinë dhe sovranitetin e vendit tonë. Dronet dihet se përdoren për spionazh, përgatitje të mundshme sulmesh dhe krijim pasigurie tek qytetarët, sidomos në veri. Prandaj Kosova duhet të reagojë me vendosmëri dhe në koordinim me faktorën ndërkombëtar dhe t'ia japojmë me dije faktorën ndërkombëtar Serbisë që mos luaj me territorin dhe suverenitetin e shtetit tonë. Po, cilat janë mosat që do t'i ndërmarrë Kosova në këtë rast? Sepse zoti Hoxha tha që jemi në koordinim me KFOR-in, por cilat janë veprimet që do të ndërmarrë policia e Kosovës, por edhe mekanizma tjerë të sigurisë për të zbardhë këtë kërcënim, siç e thoni ju, të sigurisë kombëtare të Kosovës? Po policia e Kosovës në koordinim me faktorën ndërkombëtar me KFOR-in, besoj se duhet të bëjë trysni të vazhdueshme edhe të faktorën ndërkombëtar Bashkia Evropiane, në mënyrë që dronet e tilla dhe provokimet e tilla mbi territorin e Kosovës dhe sovranitetin e Kosovës mos ndodhin, pasi që KFOR-i ka përgjegjësinë e ruajtjes së pjesës ajrore të territorit të Republikës Kosovës, kurse policia e Kosovës duhet të jetë shqetësel në aspektin e sigurisë dhe rendit dhe qetësisë publike në pjesën veriore, po edhe në tërë territorin e Republikës Kosovës. Po, a ka mekanizma policia e Kosovës dhe edhe institucionet tjera të sigurisë që ti identifikojnë këta dronë?
Unë besoj se ata identifikohen, por ndërkohë pasi që është kompetencë e KFOR-it që të mbrohet sovraniteti dhe tërësia territoriale, sidomos në aspektin ajror dhe cenimit ajror, unë mendoj se në koordinim me KFOR-in, pasi që KFOR-i është kompetencë e saj, duhet të ndërmarrin të gjitha mosat në mënyrë që të bëhet me dije Serbisë që nuk luhet me sovranitetin e tërësinë territoriale të Republikës Kosovës. Ju e përmendë pak a shumë që mund t'jenë edhe në sulme të ndryshme që mund të bëhen këto ose para përgatitje. Çfarë sulmesh mund të ketë? Apo provokohet Kosova në kohën kur edhe Rusia po i provokon disa vendet anëtare të NATO-s me dron duke u ashkelur hapësirën ajrore atyre? Unë mendoj se Serbia ka luajtur një njëjtë rol sikur edhe Rusia, edhe Kina dhe pjesë tjera të cilat përkajnë Rusinë, për arsye se edhe ajo po munduhet në mënyra të ndryshme të cënojë tërësinë territoriale të vendit tonë, prej rastit të Banjskos, po edhe i Berlepencit. Këto inqizime me brane tjera mund të shërbejnë grupeve të ndryshme terroriste, hibride, të cilat në një mënyrë ose tjetër mund të cënojnë sovranitetin edhe tërësinë territoriale të vendit tonë, por unë kam besim në profesionalizmin e policisë Kosovës, edhe në koordinim vazhdueshëm me KFOR-in dhe me faktorin ndërkombëtar, në që provokimet e tilla të ndalen, për arsye se janë të rrezikshme mas pari për vetë Serbinë edhe për rajonin, për Ballkanin edhe më gjerë. Po, zotë Morina, kemi po edhe këto ditë që ka pas edhe domethënë arsenal armësh që është konfiskuar në veri. A vazhdon të mbetet sipas jush veriu ende rrezik potencial për sulme të tjera, duke parë edhe këto domethënë dronet serb që dyshohen që kanë fluturuar mbi veriun? Po na vazhdimisht kemi cek se situata në pjesën veriore është e qetë, por e brisht. Brishtësia vjen mund për shkak se vazhdimisht gati çdo javë policia jonë gjen arme të ndryshme në pronat e ndryshme, e sidomos në pronat e atyre personave të cilat kanë qenë përfaqësues ose terroristë në rastin e Banjskos. Po, zotë Morina, të kisha falendëruar shumë nëse s'ke diçka tjetër për shtu rreth kësaj teme. Unë besoj dhe kam besim që policia e Kosovës, koordinim me KFOR-in edhe me faktorin ndërkombëtar, do t'i ndërpres, do t'ia bëjë me dije Serbisë se t'i ndërpres provokimet e tilla të vazhdueshme, për arsye se provokimet e tilla janë dëmshme edhe për Serbinë vetë, edhe për Ballkanin, po edhe më gjerë. Po, faleminderit shumë nën kolonel. Faleminderit për ju, kaloshi mirë. Shikues nderuar, vetëm pas një shkputje të shkurtër do të kemi një bisedë tjetër në studio. Qëndroni me ne. Kthehemi në studio për të vazhduar intervistën e paralajmëruar më herët me kandidatën për Asamblenë Komunale të Prishtinës nga radhët e LDK-s, Fiknete Bejta. E nderuar, mirë se erdhë në Info D. Faleminderit për ftesën, mirë se u gjeta. Zona Bejta, pashmakshëm po e fillojmë nga një ngjarje e fundit këtë intervistë për shpalosur ofertën e juaj para qytetarëve që e keni me një përleshje fizike që ndodhi në Kuvendin Komunal të Prishtinës. Keni shëlluar aty, a mund na tregoni se çfarë ndodhi? Po, pas përfundimit të seancës së paralajmëruar për ta votuar buxhetin e vitit 2026 nga Kuvendi Komunal, në hyrjet Kuvendit ndodhi një akt shumë i shëmtuar për ne dhe i pa pranueshëm për secilin që meton të përfaqësoj interesat publike dhe beson në institucione, u sulmua asamblejisi LDK-s zoti Sami Salihu. Nga të afërmit dhe familjarët të kryesuesit të Kuvendit zoti Femi Kupina. Mirë po nuk ishte vetëm i sulmuari që u pengua ta kry detyrën e tij si asamblesë, por ishëm edhe ne disa të pranishëm që u dëmtuam gjatë atij procesit përleshjes dhe mund të theksoj që mas paku i ka hije Kuvendit Komunal të Prishtinës të ketë kësi pamjet shëmtuara. Dhe nuk u besoj që ka mund një kryesues që e ka moshën e prindve tanë të ketë sjellje të tilla, sepse mund të ketë nxitur të tillët për të sjellur në mënyrë të vrashdashme. Çka e solli deri tek ky konflikt fizik, domethënë aty? Sepse seanca u duk që përfundoi e qetë, domethënë pa kuorum për të vazhduar, por çka e solli pastaj në korridoret e Kuvendit e Komunës së Prishtinës këtë përleshje fizike? Motivin e përleshjes nuk mund ta gjykoj, kjo i mbetet hetuesisë për ta treguar rastin se si ka ndodhur, mirë po nga pamjet që shihet
ka qenë sulmi paralajmëruar, po mendoj sepse nuk ata personat që e kanë sulmuar asamblistin e LDK-s nuk e kanë vendin kuvend, as nuk janë zyrtar të komunës, as nuk janë asamblist. Ndërsa detyra dhe vendi ynë është pikërisht në kuvendin komunal. Unë mund të them që zoti Sali është shembull i një asambleisti, është prej 2 mandateve asamblist në kuvendin komunal dhe po mendoj si kolegë se kemi shembull edhe për sjelljen e tij të civilizuar, edhe nuk kemi pas asnjë problem asnjëherë as me gjuhë të rretje se lere më të ketë sjellje të përleshje fizike, ndërsa një gjë të tillë nuk mund ta them për kryesuesin e kuvendit, sepse zoti Kupina në vazhdimsi prej marrjes së detyrës së kryesuesit ka qenë arrogant, shumë i vrazhd në sjelljen e tij dhe shpeshherë ka zgjedhur të ushtrojë autoritetin e tij të plot edhe në raport me asamblista, duke ja ndalë fjalën, duke treguar autoritetin e lartë edhe nganjëherë edhe nuk e ka, sepse ai është vetëm një asamble sigurisht të gjithë ne. Edhe mund ta marrë edhe shembull. Zoti Kuleta ka qenë mandatin e kaluar kryesuesi i kuvendit, por ka qenë një kryesues shembull, edhe pse edhe ai ka qenë vetëm një asamblist, vetëm një subjekti që përfaqësuar me një asamblist, mirë po gjithmonë ka ndikuar që edhe nëse ka pas ndonjë debat me tonet e larta, ti qetësoi asamblistat edhe ka pas respekt reciprok edhe nga asamblistat e tjerë. Ndërsa zoti Kupina mund të them që nuk e ka pas as autoritet për këto 4 vite. Të kthehemi tash tek oferta juaj, ju kandidoni për mandatin e 3 në Asamblenë Komunale të Prishtinës. Na tregoni çka keni bërë për qytetarët në këto mandate që themi edhe mandatin e ardhshëm, domthonë në këtë tash me 12 tetor që ju votojnë juve për ti përfaqësuar në Asamblenë Komunale të Kryeqytetit. Konsideroj që kam qenë e përkushtuar në punë dhe kam përfaqësuar zërin e qytetarëve në kuvendin komunal. Jam munduar së bashku me ekipin tonë të LDK-s të përfaqësojmë dërnsisht interesat e qytetarëve, kemi votuar konform interesat të qytetarëve dhe shpeshherë kemi ndikuar të realizojmë kërkesat e tyre, të adresojmë kërkesat e tyre, duke ndikuar të ndërtohen më shumë qerë dhe shkolla, të rregullohen problemet me kanalizimin, me ndriçimin, me rrugë. Mendoj që investimet në infrastrukturë janë të dukshme dhe është plotësisht merite dhe grupit asamblezëve në kuvendin komunal, sepse kemi arritë të bashkëpunojmë ngushtë edhe me drejtoritë edhe me kryetarin e komunës zoti Përparim Rama. Mendoj që këto janë disa prej atyre që ne kemi mund të shtyjmë përpara, ndërsa mund të veçojmë edhe pjesëmarrjen e dëgjimeve publike, dëgjimet me qytetarë, kemi qenë në koherencë të plotë me ta dhe kemi adresuar edhe shqetësimet edhe kërkesat që i kam pas, edhe në dëgjimet publike pastaj kemi shndruar edhe në kërkesa buxhetore. Po. Gjatë mandatit, 2 mandateve, po themi mandatit fundit, keni arritë kur nalni edhe vlerësoni veten, keni arritë të realizoni ato themi premtimet ose ato synimet që keni pas në zgjedhjet e kaluara? Mund të themi që një masë të madhe, po, mirë po, ky mandat ka pas edhe sfida të lloje të ndryshme, duke u nisur sepse ky mandat ka filluar pikërisht në kohën kur ka përfunduar pandemia dhe disa probleme shqetësuese kanë qenë me pengesat që kanë ardhur shkaku i pasojave të pandemisë direkt, bllokadat me organet shqyrtues të prokurimit, buxhetet e vonuara të miratuara në qeverinë shtetërore, sepse ju e dini që edhe pse ne jemi subjekt në vete si komunë, shpeshherë komuna nuk është edhe vendimarrëse e plot në aspektin e buxhetit dhe kontrollohet edhe nga qeveria dhe jemi të varur pikërisht nga vendimarrja dhe efikasiteti i qeverisë. Shpeshherë, po them në vitin 2022, buxheti është hapur, sesari është hapur për zhvillimin e projekteve në komunë në fund muajit prill. Dhe këto ngjecje kanë ndikuar që edhe projektet që i kemi planifikuar me realizu të ngjecin ose të vonohen, ndërsa bllokada 2 viteve të fundit kanë qenë edhe më eklatante që mund të përmendi bllokada në kuvendin komunal prej opozitës së bashkuar Partisë Demokratike të Kosovës dhe lëvizjes vendvendosje, si edhe bllokadat nga institucionet qeveritare, sepse siç dihet opozita i ka shfrytzuar edhe mekanizmat qeveritar, edhe mekanizmin e votës në kuvend për ta bllokuar zhvillimin e komunës Prishtinës, për të bllokuar zhvillimin e projekteve siç i ka paraparë kryetari Rama me vizionin e tij. Dhe këto bllokada
anashkallo këto me byrokracinë e tepërt ligjore që e kemi të prokurimi dhe ligjet në aspektin e pushtetit lokal, kanë pamundësuar që të realizohet 100% plani 4 vjeçor i qeverisjes Roma. Mirë po, përveç këtyre blokadave, përtej këtyre blokadave, ne si komun kemi arritur të realizojmë një numër të madh të projekteve, janë dikur më shumë se 800 projekte që janë realizuar në të gjithë territorin e komunës së Prishtinës, edhe në pjesë rurale dhe urbane, dhe qytetari i Prishtinës tashmë e kanë ndje dorën e qeverisë komunale përmes realizimit të projekteve në ndryshim, në infrastrukturë rrugore, në ujësjellës, aty ku kemi pas mundësi, pastaj në më shumë gjelbrim kemi më shumë se 40.000 drënje të mëdhaj, jo asje fidone që më bollshin më herët, po tash po mbillen drënje tamam dekorativ, janë vetëm këtë vit janë mbill më shumë se 40.000 të tillë. Dhe Prishtina ka edhe disa parqe të reja, parku horizontal tek rruga Muharrem Feza, që është një park tashmë edhe i ndriçuar në mënyrë moderne, parku në Vranjes, parku i vogël që është, pastaj parku në Kalabri që është një park i veçantë, dhe kemi disa të tillë që janë në proces. Mirë po, nuk ka munguar gjelbrimi shtesë edhe në lagjet tashmë të urbanizuara dhe që kemi gjetë hapësira dhe jemi mundu të rrisim pjesë të gjelbërta. Mirë po, reforma më e madhe që ka ndodhur ndonjëherë në komunën e Prishtinës është reforma e trafikut urban. Sot 90% e lagjeve dhe pjesës së qytetit ka shtrirje të trafikut urban, linjave të reja. Mënyra e funksionimit të tillë që është menaxhuar dhe dizajnuar nga kryetari Roma, ekipi i tij, ka bërë të mundur që edhe lagjet që nuk kanë pas trafik urban më herët, lagjet shumë të afërta me qendrën e qytetit, sot kanë trafik urban. Përveç kësaj e kanë edhe biletën integruar që vetëm me 80 cent biletë ditore mund të lëvizin në të gjithë hapësirën e Prishtinës. Fshat, qytet, fshat me vetëm 80 cent dhe me komoditet që ne po vazhdojmë sepse trafiku urban nuk e ndalon reformën këto, po mendojmë që në të ardhmen me kontratat që i kanë mundësuar trafiku urban edhe që është e mbikëqyrur në mënyrë rigoroze nga Drejtoria e Shërbimeve Publike, të kenë më shumë automjetet të jenë, ose autobuset të kenë më shumë, të ruajnë natyrën, domethënë të jenë automjete ekologjike ose Euro 6, që janë me kontrata të reja. Po, megjithatë, ju po e kritikoni qeverisjen qendrore në fakt që ju ka blloku, sepse kemi parë zonja Bejta që nuk janë realizu një pjesë e projekteve të mëdha siç kanë qenë. Pse mendoni që ju ka blloku niveli qendror në këto projekte? Sepse tek e fundit janë për qytetarët dhe për qytetarët është si niveli lokal si niveli qendror. Po kjo është ajo, ju e thënë me të drejtë që projektet janë për qytetarët dhe ne kështu e shohim në vazhdimsi. Projektet do t'i shërbejnë qytetarëve. Mirë po, fatkeqësisht jo nuk po shihet kështu, siç e shohim jo edhe unë në këtë rast. Qeveria ka një standard të ndryshëm me komunën e Prishtinës, ndërsa standardet e tjera ndjek me komunat që u thejgjë vetë. Shembull po marr, në harta e zonës të mbrojtën, qeveria, Ministria e Kulturës, Agjencioni për Mbrojtjen e Trashëgimisë Kulturore Historike, listës trashëgimisë, thirret në një rregullore që nuk është e dekretuar, nuk është e përfunduar, domthonë është vetëm draft. Dhe me këtë draft rregullore, ajo po bllokon proceset e transformimit të qytetit. Sheshi George Bush është bllokuar me këtë rregullore. Sheshi Agim Ramadani është bllokuar me këtë rregullore. Domethënë rregullore që nuk janë ligj, sepse derisa nuk miratohen, nuk dekretohen nga presidentja, nuk mund të zbatohen. Fjala vjen, kjo është ashiqar është bllokim, sepse nuk po thirren në ligj, por po thirren në letra të shkruara. Derisa nuk miratohet prej deputetëve të Kuvendit Komunal një rregullore dhe nuk dekretohet nga ministria, ajo është vetëm një letër, nuk ka asnjë vlerë. Ndërsa qeveria përmes instrumenteve të saj ka disa vendime të gjykatave lidhur me sheshin Tazëm, të cilat nuk e kanë leju tash. Cila është ku thirret e gjykata? Pse edhe gjykata i ka marrë çdo vendime që themi të mos vazhdojnë punimet? Gjykata është i trajtuar rastet, nuk ka marrë asnjë verdikt final.
derisa të zhvillohen krejt seancat të bipet një vendim final, nuk mund të parashikojmë prognozës si mund të rrjedhin gjërat. Mirë po, shembull, mund të marrim një shembull. Është ndërtu në kalim ky parkingu non-toksor afër RTK-s. Dhe vijë ajrore, distanca ajrore më afërt me RTK-n është parkingu non-toksor, restaurimi i bankosit që u kanë, se sheshi ku po ndërtohet pranë katedrales. Domethënë është e logjikshme që është qëllimet e qeverisjen puro politike dhe qeveria nuk është pajtu subjekti që përfaqëson qeverinë vizjave të vendosje, asnjëherë nuk u pajtu me faktin që pas 14 shkurtit 2021 ka humbur Prishtinën, sepse ata Prishtinën e kanë atë trofeun e artë. Dhe pikërisht për këtë hakmarrje politike po vujnë pasoja qytetarët, sepse sheshi Gjergj Bosh platforma ndërlidhëse me Pallatin e Nis, sheshi Agim Ramadani do ta ndryshonte komplet edhe do ta transformonte po edhe ta lehtësonte trafikun në qarkullimin e trafikut në Prishtinë. Prandaj këto janë tërësisht politike, nuk kanë bazë ligjore dhe pikërisht këto blokada e kanë pamundësuar të realizohen edhe projektet siç e kemi parë pa me buxhetin e vitit 2025-2024, sepse praktikisht prej blokadës ne si komunë nuk jemi duke shpenzuar buxhetin e vitit 2025 për shkak të blokadave të vazhdueshme. Ju e dini kur është miratu buxheti i vitit 2025, si është vandalizuar salla e Kuvendit Komunal, sepse nuk kanë arritur të diktojnë votimin e disa asamblezëve të vendosjes, të cilët rolin e tyre e kanë kuptuar drejt në bazë konform kompetencave që ja u kanë dhuruar qytetarit përmes votës së lirë. Po përmendi bllokimin në realizimin e buxhetit të vitit 2025, njëjtën kohë kemi edhe një themi bllokim mos kalim të buxhetit për vitin 2026, dështoj një seancë e para 2 ditëve. Çka do të ndodhë? Besoni që do të mund ta kaloni buxhetin e vitit 2026 duke qenë në këtë konstelacion politik ku themi PDK-ja dhe vetëvendosja në këtë pikë, po themi janë bë bashkë, sigurisht pa marrëveshje të hapur, por mendoni që do të bllokohet Prishtina kështu deri në pas zgjedhjeve? Me mendsinë e opozitës unë pres gjithçka. Se mendësia e tyre është mendësi bllokuese, shantazhuese edhe kërcënuese, pastaj edhe me përleshje fizike. Domethënë po përdorin të gjitha metodat për ta bllokuar punën e kryetarit Rama dhe asamblezëve që i kanë kuptuar detyrat e tyre drejt. Unë po besoj që buxhet, nëse ata kishin besuar që do të jenë fitues pas 12 tetorit, sigurisht që do ta votonin buxhetin, por e dinë që as pas 12 tetorit qytetari nuk do t'ia jap mundësinë me qeverisë me komunën e Prishtinës. Çfarë do ndodhë me buxhetin nëse miratohet? Nëse nuk miratohet, epilogu dihet duhet me shku me afatet e shtuara, mirë po pastaj nëse kemi krizë qeveritare siç edhe jemi në krizë qeveritare, prapë do ta kemi sikur rasin në 2025, komuna do të ketë probleme me implementimin e projekteve që i ka planifikuar. Dhe stagnim të komunës të Prishtinës. Kjo është pasojë e kësaj mendësie që përfaqësohet sot në Kuvendin Komunal, e fatkeqësisht e ka një numër të konsiderueshëm të asamblezëve, të cilët votojnë në bazë diktatit dhe jo bindjes të tyre, sepse në mënyrë private, privatisht neve ata na thonë që ju keni të drejtë buxheti do të miratohet, sepse që ky buxhet kur vjen në Kuvend i kalon disa faza e dëgjimit publik. Buxheti i komunës Prishtinës edhe vitin 2025 edhe 2026 bëhet bashkë me qytetarët, bashkërisht me qytetarët, dhe është rezultati kërkesave të tyre. Domethënë ata nuk i respektojnë kërkesat e qytetarëve të Prishtinës. Më të rëndësishëm po janë kërkesat e disa oligarkëve dhe disa komandantave që po synojnë ta marrin menaxhimin e komunës Prishtinës. Kush janë ata komandanta? Dihet, botërisht kanë nominuar në komunën e Prishtinës dhe kjo është ajo pasoja që unë po besoj që mas 12 tetorit qytetarët e Prishtinës nuk do t'ia japin shansën të bllokojnë në komunën e Prishtinës dhe Kuvendin Komunal. Megjithatë, duke po këto votimet për asamblenë komunale, po domosdoshmërisht duhet bëhet koalicion. Mendoni që edhe kësaj radhe nuk do të mund një parti, edhe nëse fiton LDK-ja, po themi kështu, nuk do të mund ta ketë asamblenë të tërën që
të mund të zhvilloj ose të qoj përpara projektet e veta dhe do të sërish një koalicion. Edhe, a keni, si me thonë, vijat kuqe për nëj parti? Ne nuk kem preashtuar asnjë zët qytetarëve që ka qenë në kuvend. Me të gjithë kemë qenë bashkëpunus, madje ju e dini që edhe një grup i pavarur i asamblezëve në është ofru me bashkëpunu për të mirën e qytetarëve. Nuk kemë qenë preashtus. Të gjitha projektet, sugjerimet, kërkesat që i kam pas, ata gjithmonë një kanë për neve si asamblezë dhe si shumit si parti qeverisën komunë e Prishtinës, kanë qenë të miseorë. Në ju dini që edhe rregullore në Prishtina parkingut e kemi hartu së bashku me opozitën. Edhe disa rregullore tjera dhe komisione të tjera kemi qenë të bashkuar për të mirën e Prishtinës. Mirë po, interesat e ngushta edhe mendësia e tyre bllokuese e ka pamundsuar mbarvajtjen e punës së kuvendit dhe ata kanë pas mendësi bllokuese, nuk kanë pas asnjë ide tjetër se si me qeverisme kuvendi komunal dhe praktikisht edhe me shteti. Po, zënë Beta, mund na të regoni, themi pak të prioritetet e juja edhe si kandidate që i keni për mandatin e 3 që do t'i shtyni për para, do t'i propozoni në Asamblinë Komunale e që janë, si me thonë, interesat të qytetarëve edhe që do t'i shtyni për para. A mund na i elaboranit pak qoftë vjatrasha, qoftë në mënyrë, dhe më thonë që ta kuptojnë qytetarët të cilët do të votojnë me 12 tetor edhe që zgjedhin juve për para kandidatëve tjerë? Unë i takoj ekipit të Zotit Rama, edhe Zoti Rama këto ditëve që ka plasu edhe platforme e tij ku i prezanton të gjitha projektet e të ardhmës së Prishtinës, vizionet që ai ka për zhvillimin e Prishtinës, dhe unë në 100% i takoj këtij vizioni, do të punoj dhe do të angazhohem të realizoj këtë vizion pikërisht. Unë vi nga sektori arsimit, gjithsesht nga ekonomia, jam doktor shkencë e ekonomisë dhe po mendoj që kontributi jem do të jetë më i plot në këto dy sfera. Kontributi jem ka qenë edhe të kaluar në këto dy sfera, mirë po mendoj të fokusuem tek reforma në arsim, të plotësoj këtë reformën që e kemi zhvilluar edhe që po mirët edhe si shembull në komunat e tjera dhe e kanë kthy në fushat elektorale shembullin e mirë ose modelin e mirë të reformës në arsim, duke u bazuar në reformën e mësimit tërditor. Kjo do të plotësohet, pastaj do të angazhohem të kemi më shumë çerdhe, sepse unë mendoj që arsimi parafillor duhet jetë gjithë përfshirës edhe të shtrihet në të gjithë territorin e komunës Prishtinës, si në territorin urban ashtu edhe rural, të jepet fëmijëve qasje direkte në edukimin parafillor. Dhe ky do të jetë synimi im kryesor që të kemi arsim parafillor gjithë përfshirës. Pastaj, kontributi i mishmuar mund të jetë edhe në sektorin e bujqësisë, me disa projekte që do të synojmë të ju ndihmojmë fermerëve përmes projekteve që kanë synim ekonominë qarkulluese të gjelbërt. Si dhe pjesa më e rëndësishme që unë gjithmonë e kam edhe pjesë interes personal është të kontribuoj në barazinë gjinore duke stimuluar që të ketë sa më shumë gra që miren me ndërmarrësi. Dhe këtu e dini që Zoti Rama ka plasuar një platformë që subvencionon ndërmarrëset gra dhe kjo është ajo që ne do ta shtyjmë edhe më shumë duke rritur edhe buxhetin për këtë pikë të rëndësishme të kryeshtetit. Po, është bë mjaftueshëm themi për gratë dhe fuqizimin e tyre në mandatet kaluara, sidomos në këtë të fundit të Zotit Rama, edhe sa po e përqafojnë themi kështu këtë ndimin ose këtë reformën që mund të bëhet në sistemin e arsimit, po bëj dy pyetje bashkë në sistemin e arsimit në mësimin tërditor. Sa po rezulton një sukses shumë kë? Sepse ka nisë në 12 shkolla me sa edhim në kryeqytet. Edhe mandatin e ardhshëm do të zhvillohet në të gjithë territorin e Prishtinës. Kjo është synimi i Lidhjes Demokratike të Kosovës. Unë konsideroj se reforma në arsim me mësimin gjithditor ka ndikuar direkt në cilësinë e jetës grave, sidomos në zhvillimin në karrierë të tyre. Ju e dini që mendësia jonë ose mentaliteti jonë gjithmonë kur është puna për me marrë pushimin e lonisë
këto viktimë është gruaja, se jepet prioritet burrit të vazhdoj punën, ndërsa gruaja të kujdeset për fëmijët e tyre. Dhe pikërisht kjo ka dëmtuar zhvillimin karrierë të grave, mirë po edhe përfshirja e fëmijëve në procesin e arsimit parafillorës 0 deri në 6 vjet, po shtimi i tyre dhe shtimi i numrit të çerdhe, po mendoj që ka me ndiku që edhe gratë të jenë të barabarta, kushtimisht po them, me burrat në aspektin e karrierës, në aspektin e orientimit të tyre dhe të avancimit të rolit të tyre në shoqëri. Sa i përket të rolit të tyre në shoqëri, çka ka bërë Komuna e Prishtinës është avancimi edhe respektimi i plot i ligjit për buxhetimin me bazë gjinore, që ka ndikuar pozitivisht në avancimin e rolit të gruas në shoqëri, dhe ndarja e buxhetit në këto kategori ka ndikuar që gratë të kenë një rol më të madh ose më të theksuar në Komunën e Prishtinës, po edhe përfshirja e sa më shumë drejtoreshave ose emërimi e drejtoreshave në pozita politike nga zoti Rama, për kraja jonë që vazhdimisht na ka dhënë edhe si asambleiste në Kuvendi Komunal bashkëpunimi me neve për t'i prezantuar projektet që kanë pas impakt direkt në rolin e gruas ose avancimin e gruas në shoqëri, kjo është një përkraje madhe për neve, por edhe për shoqërinë tërësi. Po, megjithatë nuk ka qenë 50-50 numri i drejtoreshave. A mendon që do duhet të bëj në këtë mandat? Po i them që realisht ka edhe hezitim të marrjes së detyrave nga gratë. Ne do të paralelisht me kontributin e tyre do të ndikojmë edhe që të rritet edhe apetiti për me marrë pozita politike, sepse ka një rezervë të tyre që hezitojnë mos me marrë pozitat e tilla politike. Burrat vrapojnë, po kushtimisht mas pozita politike, mas avancime, ndërsa gratë gjithmonë edhe për shkak të tyre problemeve që janë titullarët e familjes, kanë hezitu të marrin rol kryesor ose pozita kryesore në komunë. Po, do t'ju kthejmë veç edhe një pyetje kam për lidhur me projektet e mëdha në mandatin e parë të zotit Rama, a do të vazhdojnë të jenë edhe këtë mandat, siç është lidhja e Dardanis me Kalabrin, me Mshirin, tuneli, domethënë rruga Agim Ramadani, domethënë lidhja e Prishtinës vjetër me sheshin Adem Jashari aty ku është. Domethënë, a do të vazhdojnë të jenë ende prioritet këtu? Këto janë projektet që zoti Rama i ka në fokus, edhe këto projekte do të zhvillohen, do të implementohen përtej blokadave që po na i bën qeveria dhe subjektet politike në Kuvendi Komunal që i takojnë opozitës. Këto janë projekte që do ta zhbllokojnë tërësisht Komunën e Prishtinës dhe do ta transformojnë një qytet urban edhe të jetueshëm për qytetarët. Prandaj ne asesi nuk do të tërhiqem nga projektet që i ka propozuar zoti Rama. Këtu e shtoj edhe projektin që do ta zhvilloj, do ta lidh Pallatin e Rinisë me Arbrin, që do të funksionalizohet së shpejti dhe do ta plotësoj atë pjesë edhe unaza e brendshme që shumë shpejt do të jetë aktive për qytetarët. Por edhe rruga A që i ka dhënë edhe Jershi, po edhe e ka transformuar çat pjesën e mbrapa spitalit që ka qenë para 10 vjetë, ka qenë një lagje e pajetueshme, mund të them, edhe për kolektorit për urave, këndërvimit të urave të zeza, mirë po edhe mos komunikimin me qytet, edhe pse ka qenë shumë afër qytetit, ajo lagje ka qenë e pa ndërlidhur me qytetin. A mund të kryhet sipas parashikimeve dhe parametrave që i keni, a mund të kryhet këtë vit ose fillim të vitit tashëm themi rruga A? Rruga A këtë sepse disa pjesë janë shtru, por kemi ende pjesë tjera që segmenti që e lidh me rrugën Muharrem Feza, e di që këtë vikend do të hapet për kalim, ndërsa segmentet tjera janë varet edhe prej qeverisë, sepse ju dini që shpimin e rrugës magjistrale duhet ta bëjë qeveria dhe këtu pak po hezitojnë, ndërsa sa i përket punëve dhe angazhimit të nivelit komunal, këto do të implementohen sipas planeve që i kanë, planit dinamik që i kanë operatorët ekonomik, edhe pse mund të ju informoj që me mungesën e buxhetit vitit 2025 edhe operatorëve ekonomik ju kanë pamundsuar realizimi i dinamikave se që kanë paraparë, sepse kanë mungesë të mjeteve dhe pagesave. Po, zonja Beta, unë kam edhe i pyetje të fundit.
gjithë i ki kolegë bashkëpunëtor në LDK dhe në listën e kandidatëve, por qytetarët e kanë në veç një mundësi, një votë për asamble me e qitë. Pse du të me votu numri 24 edhe jo numra tjerë para 24 edhe mas 24 për asamblejnë komunalet Prishtinës? Jo, në prioritet e kom numri 113, numrën e subjektit e politikë që ajo është diçka tjetër, por po themi të 24. Ndërsa, si modeste, si që janë prej nishit deri në numrin 56, kandidatë e LDK-s Lidhjes Demokratike të Kosovës janë shembull, janë njerëz me integritet të lartë, profesional dhe personal. Mirë po këtu pak do të mu të regu pak egoist dhe po veçoj që edhe numri 24 i ka disa kontribute që duhet me votu edhe për mandatin e tretë, sepse i kemi lanë edhe disa projekte që duhet mi realizu edhe mi përmbju këto procese në aspektin e asamblejës komunale. Zënja Vita, të falenderoj shumë që ishe një në fondesët. Faleminderit shumë për ju. Që ndëruar, ka që kishëm për sot, ne do të shimit të hënën, sepse ishte i fundit për këtë javë kë emision, ne do të shimit të hënën, ju qëndroni me programet e DTV Media.